Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shqiptarët furnizonin me kokainë, heroinë dhe droga sintetike dhe Finlandën, arrestohen 9 trafikantë, 2 në kërkim, krerët e bandave janë nga Vlora. Policia godit një grup kriminal me rrezikshmëri të lartë me bazë kryesore në Fier, arrestohen 4 persona, kapën armë, municion luftarak dhe drogë. Ministria e Jashtëm zhvillon një vizitë zyrtare në Athinë, takime me presidentin dhe homologun grek, në fokus kufiri dietar dhe integrimi evropian. Maturantët japin provimin e gjuhës së huaj, teza publikohet pas nisjes së procesit, rësia këtë vit, testi personalizuar për nxënësit me aftësi ndryshe. Zbulohet finalja e madhe e Ferma VIP, konkurrentët mësojnë se rrugtimi mbyllet në 20 qershor, publiku vendos me votë për finalistin e parë. Një hetim 2 vjeçar i autoriteteve finlandeze dhe SPAK është finalizuar me goditjen e 4 grupeve kriminale shqiptare, ato trafikonin në vendin nordik kokainë, heroinë, kanabis dhe droga të tjera sintetike. Gjatë operacionit u arrestuan 9 persona, ndërsa 2 u shpallën në kërkim, krerët e bandave rezultojnë të jenë nga Vlora. Për herë të parë, bandat shqiptare kanë shtrirë aktivitetin e tyre kriminal të prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike jashtë shtetit edhe me drograt sintetike. Kështu njoftoi sot në një konferencë të përbashkët kreu i SPAK Altin Dumani, shoqëruar nga homologët finlandez, pasi një rrjet i trafikut të drogës nga Shqipëria, Spanja e Hollanda drejt Finlandës është goditur nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze pas një hetimi 2 vjeçar. Procedimi penal u regjistrua në qershor të vitit 2023, pasi pala finlandeze sinjalizoi SPAK-un për aktivitetin masiv kriminal të disa shqiptarëve atje. Bëhet fjalë për të paktën 4 grupe kriminale, krerët e të cilëve drejtonin aktivitetin nga Shqipëria, që karakteristikë të veçantë kishin bashkëpunimin mes tyre për trafikun e drogës. Organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. SPAK na ka bërë përshtypje është se në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike. Paktën në hetimet e deri tanishme është herë e parë që evidentojmë një grup kriminal që ka në fokus të brendajsë të tyre edhe trafikimin apo shitjen edhe të drogave sintetike. Por cilat ishin rrugët që bandat ndiqnin për të transportuar sasitë e lëndëve narkotike dhe si komunikonin ato? Njëra nga rrugët ka qenë transportimi nga Hollanda në Finland me kamion me një shofer polak. Kjo është shumë e zakonshme në Finland, pra konsumimi i amfetaminës dhe ka sens ky lloj trafikimi, kurse kanabisi vinte nga Spanja në drejtim të Finlandës. Përsa i përket platformave të tyre të komunikimit, ato kanë qenë përmes Telegram, WhatsApp dhe sinjal. I pyetur se kush janë persona që SPAK ka marrë në hetim, prokurori Alfred Shehu tha: 2 nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora. Shqipëria është e vogël dhe për bazë konkrete nuk mund të flasim, sepse aktivitetet sot kryen edhe me mjetet komunikimit elektronik. Pjesa tjetër ka qenë përqendruar në zonën e Kuçovës dhe Beratit. Një pjesë e këtyre me origjinë nga këto rrethe janë të vendosur me banim në Tiranë. Aktivitetet lishme, ata kanë qenë qytetarë të lirë, hetimet tona si thash kanë qenë të fshehura. Në total, gjatë këtij hetimi është sekuestruar rreth 300 kg drog, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokainë dhe 100 kg kanabis. Po ashtu janë sekuestruar 8 automjete, telefona celular dhe shumë dokumente me vlerë për hetimin, dokumente në gjuhën finlandeze me të dhëna të rëndësishme për aktivitetin kriminal. Ndërsa për paratë e përfituara nga aktiviteti kriminal, paralelisht ka nisur një hetim pasuror për të 11 personat. Policia e Fierit ka finalizuar një operacion që çoi në goditjen e grupit të rrezikshëm kriminal. 4 pjesëtar të tij kanë përfunduar në pranga, ndërsa u arrestuan dhe sekuestruan armë, municion luftarak dhe drogë. Dyshohet se rrjeti trafikonte armë, me të cilat grupe të tjera në disa qytete të vendit.
Një grup kriminal që merrej me trafik armësh dhe kultivime shitje të lëndëve narkotike është goditur nga policia e Fierit pas 6 muajsh hetimesh intensive. Në kuadër të këtij operacioni kanë rënë në pranga 4 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Gjatë operacionit u ushtruan 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle në ambiente të dyshuara për magazinim të armëve dhe municionit luftarak, si dhe 3 kontrolle automjetesh ku sekuestruan 4.000 bimë narkotike, 2.000 të mbjella dhe të hedhur në parcel dhe 2.000 të kultivuara në kubik, të mbjella në tokën e shtetasit me iniciale BB. U sekuestruan 3 armë zjarri automatike, 2 armë gjau dhe 636 fishek të kalibrave të ndryshëm. Janë sekuestruar 5.000 fara kanabis, të cilat do të hidheshin dhe do të gjendeshin sërish përpara veprës së kultivimit. U sekuestruan 2 radiosit policisë, 2 uniforma policie, 1 maskë plastike silikon me paruke, 3 automjete dhe 10 celular. Nga hetimi rezulton se ky grup vepronte i organizuar me qëllim trafikimin e armëve nga Kosova në Shqipëri për t'i shitur më pas tek individ të përfshirë në veprimtari kriminale. Bora Mbuzi dhe Qamil Shurdi ishin organizatorët e rrjetit, ndërsa anëtarët e tjerë kishin në rol sigurimin e armëve dhe gjetjen e klientëve. Njëkohësisht, kryetari i grupit Bora Mbuzi organizonte kultivimin dhe më pas shitjen e kanabisit. 2 fabrika të mëdha që sillnin në Shqipëri veshje të kontrabanduara dhe i shisnin sikur ato të ishin veshje origjinale të markave të njohura ndërkombëtare, janë zbuluar nga sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar. Në krye të kësaj skeme është shteti turk Ozgan Suluni, i cili është shpallur në kërkim, ndërkohë veshjet magazinoheshin në 2 fabrika të vendosura në rrugën e Arbrit, ku më pas ju stampoheshin logo të markave të famshme. Më pas të veshje të falsifikuara përdoreshin për furnizimin e tregut me mallra të paraqitura si origjinale. Në pranga kanë rënë 4 persona, mes tyre Luan Haka, Ali Bushati, Giulia Leca, administrator të fabrikave, dhe Arian Hida, qiradhënësi i këtyre pronave. Në kërkim është shpallur edhe administratori një prej fabrikave, Lindon Haka, ndërsa në gjendje të lirë do të hetohen edhe 4 punonjës. Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani zhvilloi këtë të martë një vizitë zyrtare në Greqi, ku u prit nga presidenti i vendit Konstantinos Tasoulas dhe homologu i tij, ministri i Punëve të Jashtme Gjorgjos Gerapetritis. Në tryezën e bisedimeve u diskutuan çështje të rëndësishme si kufiri detar dhe mbështetja e Athinës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, një ditë më parë, ministri i Jashtëm ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Çipër. Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani zhvilloi sot një vizitë zyrtare në Greqi, ku u prit nga homologu i tij, ministri i Punëve të Jashtme Gjorgjos Gerapetritis dhe presidenti i Republikës Helene Konstantinos Tasoulas. Në deklaratën pas takimit me homologun grek, ministri Hasani u shpreh se u rikonfirmon vullneti për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh, të ndërtuar mbi besimin, interesat strategjike dhe rolin e përbashkët si aleat të NATO, palë zhvilluar një shkëmbim të thëdhuar mbi procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, si cilësuar si prioritet kombëtar nga qeveria shqiptare, duke vlerësuar mbështetjen e vendit shqi. Në lidhje me çështjet e hapura dypalshe përfshirë atë të detit, ministri Hasani u shpreh se duan trajtuar me seriozitet dhe të adresohen përmes dialogut të sinqert. Në takimin me presidentin e Republikës u theksuan dinamikat pozitive të dialogut mes 2 qeverive dhe rëndësia e thedhimit të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare. Në kuadër të vizitës, ministri u ftuan në një diskutim me anëtarët e Institutit Eliamep, një ndër institucionet më të njohura në Greqi për çështjet e politikës së jashtme dhe evropiane. Vizita përmbyllet me një pritje të organizuar nga Ambasada e Shqipërisë në Athinë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të trupit diplomatik, institucioneve greke, medias, si dhe anëtarë të komunitetit shqiptar në Greqi. Opozita është vendosur të hapë kutit për çdo kandidat që pretendon se ka patur shkelje gjatë numërimit të votave. Partia Demokratike beson se këto kërkesa i shërbejnë transparencës. Partia Demokratike duhet kërkojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve hapjen e kutive, rinumërimin e votave për të gjithë kandidatët e saj që kanë pretendime për parregullsi.
Sekretari për çështjet zgjedhore në PDI Vikasos sqaron se kodi zgjedhor nuk u njeh kandidatëve të drejtën për t'u ankuar në KQZ e për të rinumëruar votat. Ndaj këtë hap do ta hedhë në emër të tyre Partia Demokratike. Sipas i Vikasos, PD-s-pari do të kërkojë në KQZ pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre në 12 qarqe të vendit. E më pas do të kërkojë edhe hapjen e kutive, rinumërimin e votave për secilin kandidat që kërkon transparencë. Janë udhëzuar gjithë kandidatët, sikundër është udhëzuar dhe ekipi ligjor që përfaqëson Partinë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që çdo kërkesë nga secili kandidat që përfshin kërkesë për marrje filmimesh, për mbështetje ligjore të çfarëdo lloji, kërkesë për numërim, rivlerësim votash të subjektit ose të vetat kandidatit në qendra të caktuara, në zona administrimi zgjedhor të caktuara, por edhe në qarqe të caktuara nëse është nevoja, do të merret në konsiderat. I Vikaso deklaron se opozita do të kërkojë jo vetëm rinumërimin e votave për kandidatët e Partisë Demokratike, por edhe për kandidatët e Partisë Socialiste dhe partive të tjera. Gjithë kërkesat e kandidatëve tanë do të mbështesen plotësisht. Më pas, transparenca mbi kërkesat e kandidatëve tanë do të pasjell transparencën mbi çdo vot të numëruar për secilin kandidat që ka qenë në garë në atë njësi ose në atë zonë ose në atë qendër votimi në cilin kërkohet hapja e kutive. Sepse vetëm hapja e kutive çliron gjykimin e popullit me votë. Pas vdekjes së Partisë Socialiste në vitin 2009 për hapjen e kutive, rinumërimi i votave ligjërisht është i garantuar të paktën për 2 parti të mëdha. Nëse KQZ erëzon kërkesën e PD-s për hapjen e kutive, atëherë opozita mund të përdorë nenin e kodit zgjedhor, që u jep të drejtë 2 anëtarëve të Komisionit të Ankesave të hapin kutitë e votimit. Dhe PD-i ka 2 anëtarë në kas, duke pasur të garantuar të drejtën për të rinumëruar çdo kuti që dëshiron në çdo qark të vendit. Të dhënat e administratës tatimore tregojnë se mbi 120.000 qytetarë kanë deklaruar të ardhurat vjetore, ndërkohë kanë nisur verifikimet për ata që nuk kanë plotësuar formularin, mes të cilëve janë 400 persona që zotrojnë mjete luksoze. Për herë të parë këtë vit mijëra shqiptar patën detyrimin që të deklaronin të ardhurat e tyre nëpërmjet formularit të ardhurave vjetore. Afati i fundit ligjor ishte muaji mars. Sipas të dhënave zyrtare, deri në fund të këtij afati numri i deklaratave të dorëzuara arriti në 124.000, ndërkohë që pritshmëritë e administratës tatimore ishin për rreth 140.000 shqiptar të dypunësuar dhe me të ardhura vjetore në 1.2 milion lek në vit bruto. Ky shifër është gati 2 fish më e lartë se viti 2023. Sipas të dhënave nga tatimet, kjo shifër vjen të jetë dinamike pasi ende ka individ që edhe përtej afatit zyrtar dorëzojnë deklaratat e tyre. Tashmë administrata tatimore ka nisur fazën e dytë, që është verifikimi i saktësisë së të dhënave të deklaruara. Nëse me kryqëzimin e të dhënave ka pasaktësi të deklaratës dhe individi është subjekt i tatimit, ai do t'i nënshtrohet pagesës së detyrimeve të lindura. Ky proces po nis me verifikimin e 400 shqiptarëve të parë që janë posedues të një mjeti luksos. Më herët tatimet njoftuan për nisjen e verifikimit për poseduesit e këtyre mjeteve, pasi rezulton se këta individ nuk kanë dorëzuar deklaratën vjetore të ardhurave. Zgjedhjet parlamentare bën që 6.8 miliard lek për investime të mbeten pa u shpenzuar gjatë këtij viti, ndërkohë një fakt të tillë ka bërë të ditur Ministri i Financave Petrit Mala, i ka dhënë lajmin se brenda pak ditësh pritet edhe një rishpërndarje e buxhetit për shkak të rritjes së të ardhurave. Ministri i Financave Petrit Mala ka pranuar se zgjedhjet parlamentare kanë penguar realizimin e shpenzimeve për investime në 4 muajt e parë të vitit. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, rezulton se janë 6.8 miliard lek të pashpenzuara në zërin e investimeve kapitale për periudhën janar-prill 2025, nga të cilat 5.5 miliard ishin fondet të brendshme të buxhetit të shtetit. Lecuria e investimeve në shpenzimet kapitale ka diktuar shumë procesi e zgjedhjeve, ku një sër procedurash i kanë penguar ministrit për të avancuar me këto shpenzime. Megjithatë, më duhet të them që kontratat tashmë janë lidhur dhe këto kontrata kanë hyrë në fazën e realizimit aktiv të tyre. Kështu që në muajt në vijim, pritshmëritë janë që do të jemi në përputhje me planin për sa i përket realizimit të investimeve kapitale. Ministri njëkohësisht njoftoi se javën e ardhshme do të ketë një tjetër akt normativ për buxhetin, ku do të ketë një rishpërndarje të fondeve si pasojë dhe rritjes së të ardhurave. Të deklarata u bën në Komisionin e Ekonomisë, ku miratua akti i parë normativ i buxhetit, akti i cili ofroi 1 miliard lek për financimin e projektit startup të shqiptares Mira Murati.
Maturantët janë ushtruar këtë të martë provimit të parë atij të gjuhës së huaj, ashtu siç ka ndodhur çdo vit pak minuta pas nisjes së procesit, teza u shpërndan në rrjetet sociale, ndërkohë për herë të parë është aplikuar testi personalizuar për nxënësit me aftësi ndryshe. Për mbi 27.000 maturantë në të gjithë vendin u zhvillua provimi i parë i maturës shtetërore në lëndën e gjuhës së huaj. Nxënësit u paraqitën në ambientet e shkollës në orën 8:30 minuta, ndërsa provimi nisi në orën 10 për të përfunduar në orën 12:30. Maturantët e cilësuan këtë testim më të lehtë krahasuar me përgatitjet e tyre apo tezat e viteve të kaluara, e si pasojë presin rezultate të kënaqshme. Gjitha pyetjet ishin të lehta, disa pyetje po më vinin më me thjeshtësi, sidomos të pyetjet me alternativa, që po i qarkoja direkt, domethënë, ato pyetje që ishin pak më me zhvillim, që kishin lidhje me përmbajtje rreth tekstit, mund të them që jam menduar 2 herë, po prap nuk është se kishte ndonjë vështirësi të madhe, kohën më të madhe vetë kam shpenzuar tek puna me shkrim, me që ishin 2, tek esja argumentuese dhe emaili. Po ishte mesatare, jo shumë e vështirë, as shumë e lehtë jo. Kishte ca pyetje që ishin pak me lehtë, kishte eseja që donte pak më shumë për kushtim. Mesatar. Prisja çik më të vështirë, po nuk ishte aq keq. Në krahasim me vitet e tjera mu duk më i lehtë, sidomos teksti i parë, që zakonisht bëhen alternativa të vështira, të parafërta, dhe vocabulary, pra fjalët janë nivel B2, por në fakt këtë vit mu duk më i lehtë se herët e tjera. Provimi u zhvillua në 145 qendra në të gjithë vendin, ndërsa më shumë se 640 mësues do të korrigjojnë testet e maturës. Gjatë procesit të testimit u ndaluan pajisjet elektronike dhe u morën edhe masa ekstra në institucionet arsimore, duke pajisur ambientet e testimit me bllokues valësh. Megjithatë, edhe këtë vit, tezat e provimit të gjuhës së huaj u publikuan të paktën 20 minuta pas nisjes zyrtare të provimit. Maturantët konfirmuan se teza ishte e njëjta për të cilën u testuan, megjithatë mohojnë të kenë kopjuar. Ministria e Arsimit, duke i quajtur fotografimin dhe publikimin e tezës si një akt të shëmtuar, siguroi se nuk ndikon në proces dhe nuk cënon punën e mësuesve, administratorëve apo strukturave arsimore në vend. Risi për këtë vit janë edhe testet e personalizuara për 140 maturantë me aftësi ndryshe. Mes emocioneve të shumta, ferma e VIP-ave mësuam gjatë spektaklit të së hënës natën e finales së madhe. Rrugtimi i tyre do të mbyllet në mbrëmjen e 20 qershorit, ku do të mësohet edhe fituesi, ndërkohë televotimi i hapur nga GAI jep mundësi publikut të zgjedhë se cili do të jetë finalisti i parë i fermës VIP 2. Në prajmin e 19 të spektaklit Ferma VIP 2 në ekranin e Vision Plus, u zbulua data e finales së madhe që do të mbahet në 20 qershor. Lajmin e mësuan vetë konkurrentët nëpërmjet një sfide të veçantë. 3, 2, 1, go! Të lidhur nga këmbët me njëri tjetrin, fermerët u vunë në kërkim të 6 çelsave, ku vetëm njëri prej tyre ishte i duhuri për të hapur sëndukun kur ruaj pishtari i shpresës. Gjetja e Chelsit dhe ndezja e zjarrit me pishtar shënuan momentin kur u zbulua dhe data e shumë pritur e finales. Pas këtij momenti emocionues, Luana hapi televotimin, ku sërish publiku do të ketë fjalën e fundit për të zgjedhur finalistin e parë. Të hap zyrtarisht televotimin. Ndërsa 2 konkurrentët më pak të votuar do të përballen në një sfidë vendimtare që do të përcaktojë se cili prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara. 2 surpriza për 2 prej konkurrentëve më të spikatur të këtij edicioni befasuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Protagonisti i mbrëmjes për pak minuta u bë Andueli, i cili solli linjën e jetës së tij përmes një rrëfimi rënqethës. I rritur në një familje me 6 fëmijë, ai theksoi se vështirësitë e kaluara kanë forcuar edhe më shumë marrëdhëniet e ngushta familjare. Pas këtij rrëfimi, fermeri u surprizua nga një mesazh audio i të dashures së tij. Andueli, jam krenare për ty. Jam e lumtur që të gjithë. Me njëherë pas kësaj, Andueli u drejtua dhomës së ndenjes, aty ku e priste ëma, duke i dhuruar një prej kujtimeve më të bukura që do të kenë të dy. Një tjetër surprizë e veçantë erdhi nga familja e Yllit, ku nëna e tij hyri në fermë për t'i sjellë një mesazh të rëndësishëm. Një letër e cila i bëri me dije Yllit divorcin zyrtar.
Ma dëshoj jetën për të mirë dhe... Kjo histori që u bë publike disa javë më parë, ndezi reagime dhe debate jo vetëm mes fermerëve, por edhe mes publikut, duke theksuar dimensionin emocional dhe dramatik të këtij spektakli. Gjatë mbrëmjes nuk munguan as debatet, përballjet, sfidat dhe tensioni. Ferma VIP 2 vazhdon të jetë një fenomen televiziv që kalon kufit, ndaj ju mos humbisni ripozicionimin e secilit, duke i ndjekur në 2 kanalet e dedikuara të platformës Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, po ashtu dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Natën e mirë, ju dua, ju tashmë e dini. Federata Shqiptare e Futbollit ka shtyr deri në 4 qershor shortin elektronik të përcjelljes së fituesve të biletave për duelin e rëndësishëm Shqipëri-Serbi. Shtyrja me 2 ditë sipas FSHF është bërë për shkak të fluksit të madh të kërkesave, ndërkohë nga ana tjetër grupi i tifozëve kuqezi e quan një fars këtë short dhe njofton se për herë të parë pas 2 dekadash nuk do të jetë në mbështetje të kombëtares. Të gjithë ata që kanë aplikuar për një biletë ndeshjes së shumë pritur Shqipëri-Serbi e kanë ende një mundësi për të mos e humbur sfidën e të shtunës në arenën kombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se është shtyr me 2 ditë të tjera, më 3 dhe 4 qershor, procesi i shortit elektronik, nga i cili përzidhen fituesit e biletave për duelin kualifikues të botrorit Shqipëri-Serbi. Kjo zgjatje është bërë domosdoshme për shkak të numrit shumë të lartë të aplikimeve të regjistruara në sistem dhe ngarkesës së platformës, çka e bën të nevojshëm një proces më të kujdesshëm, transparent dhe të drejtë për gjithë aplikuesit, thuhet në njoftimin e faqes zyrtare të Federatës. Fluksi i kërkesave për biletat për duelin kualifikues të botrorit ka qenë jashtëzakonshëm. Mirë, ajo që bie në sy për këtë sfidë është se për herë të parë pas 2 dekadash Shqipëria nuk do të ketë në mbështetje grupimin Ultras tifozët kuqezi, të cilët e kanë mbështetur Shqipërinë brenda dhe jashtë vendit pa kursim. Krisja me Federatën është tashmë realitet, teksa grupimi përmes një njoftimi në rrjetet sociale bëri të ditur se nuk do të jenë të pranishëm të organizuar në stadium të shtunën. Ndryshe nga ndeshjet e mëparshme ku anëtarët tanë organizuan për të siguruar bileta në sektorin ton tradicional, këtë herë nuk morën pjesë në farsën e organizuar me pretekstin e një shorti të rrem. Ky sistem i ndërtuar për të garantuar bileta për agjencitë turistike dhe më pas për të ushqyer pazaret e zakonshme është thellësisht i padrejtë dhe i papranueshëm, thuhet në njoftimin e tyre. Në duelin kundër Serbisë pritet të jenë stadium diçka më shumë se 21.000 tifoz, nga cilët një pjesë i shpërndahen institucioneve dhe sponsorëve. Çmimet për tifozët e thjeshtë janë rritur ndjeshëm teksa minimumi i biletës është 20.000 lekë të vjetra, në tribunën përkarshi 150.000 lekë të vjetra, ndërsa në tribunën kryesore deri në 500.000 lekë të vjetra. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.